bëja krahas shkollës, pasi dohet fitoj eksperiencën e dur që më pas krijoj një agjenci dhe revistë mode dhe kështu ndodhi. E kisha ëndër në fakt të bie një revistën të një agjencinë dhe i bëre të dyja. Po. Bravo Aurela. Revista quhet Aurela Style. Aurela Style, po. Që shkruhet style për ju që për ne që s'dim anglisht. Aurela Style, Aurela Style. E cila ato momente nuk del më ka përshtypjen? Jo, ka një tani pauzë. nuk botohet më, ka një pauzë sepse ajo po kthehet online si gjithë revistat e tjera, cilat lexon online. 20 vjeç, me datë kur e mendon Aurela 20 vjeç me agjenci mode. Pyeta, dhe me një revistë, gocat në moshën 80 vjeç me zi gjeni lek piti një kafe kur e mendon. Është vërtet çan. Pyetja ime atëherë është pak më e poshtë në tilla raste, ku i gjej lekët Aurela? Të mbante i dashuri apo shisje në një çik kanabis për çefin tënd? Me që tani kanabisi është në modë apo jo? Një gjë që dua ta theksoj Çani, nuk kam mbajtur asnjëherë nga i dashuri. Dua ta theksoj këtë publikisht, jo se dua të parajgjykoj asnjëri sepse nëse ka një njeri me mendje të hapur, jam unë. Nëse ka një njeri që nuk parajgjykoj asnjë dhe jam shumë e lumtur. Po perceptimi publik ky ka qenë Unë kam të them të vërtetën Çani, familja. Që s'do gjë e keqe, ëh? Absolutisht jo, prandaj po them që nuk kam asnjë lloj parajgjykimi të mbaj dashuri, femrat, sidomos femrat Çani, për mendimin tim ka nevojë për mbështetjen e mashkullit. Nuk është aq e thjeshtë sa ç'është për një mashkull mendoj unë. Nëse nuk mundet. Ata meshkuj që kanë para dhe si japin femrave janë idiot. Për mua po. Si po t'ja dhe femrave kujt ja japësh, është budalli kur. Sidomos femrës tënde, por për jo të gjitha, tani pjesë për vete, po. Do një gjë të kaloni këtej. Po Aurela. Siç e the dhe ti Çani, unë që 16 vjeç kam qenë ajo që kam dashur të bëj diçka vetë, të punoj diçka vetë. Dhe realisht kur unë kam hapur zyrën time të parë, Çani kanë qenë para të cilat familjarët e mi mua mi kanë dhënë për shopping. Her pas here kalonin lek për shopping që unë bëja dhe unë e kam bërë fshehurazi sepse nuk e kisha as mbështetjen e familjes time për të bërë këtë gjë. Ata donin që unë studioja, të mbaroj studimet dhe mundësisht të largohesha për në Amerikë. Unë këtë nuk e bëra kurrë sepse më pëlqente. Më fal Aurela, ka një celular që nuk e di është i Aurelës apo jo? Jo. Jo, është celulari i tij, po do të largohet urgjent nga mikrofoni, se na morët një qafej. Na morët një qafej, dëgjoni interferencë.